Java pare kampionatit kombëtar të Superligës së futbollit të femrave ka patur në program derbin Shkodran Vllaznia Atletik Klub Shkodra, një Vllazni kampionë në fuqi e cila është në prag të përballjes me Interin për Europa Cup. Nuk e ka patur të vështirë ta fitojë këtë sfidë, thellësisht 9-1 përballë modezëve të Atletik. Normalisht janë diferencat në disë dy ekipeve, por gjithsesi ne lutemi sot vetëm me ekipet, me vajzat që nuk i kishim dhënë minutazh gjatë ndeshjeve ndërkombëtare që kena bërë deri tani dhe do t'i jepshim minutazhin e duhur aty në vajzave të shohim më mirë në fushën e lojës me një ekip femësh me një ekip kundërshtar, por diferencat janë siç e thash më përpara dhe normalisht jam i kënaqur për shumë gjëra që bën vajzat, por jam i pakënaqur edhe disa vajza tjera që nuk e treguan atë performancë që duhet të treguan në fushën e lojës. Mendojmë që deri datën 8 që shkojmë me Interin me lujt, do të konsolidohet ekipi, do të krijohen harmonizime midis reporterëve, harmonizime midis lojtarëve. Kështu që mendoj që jeni ata ashtu. Megjithëse kena edhe fundjavën tjetër kemi ndeshje me Partizanin për kampionat dhe ti shohim gjërat më mirë, por mendoj që jemi gati për ndeshjen me Interin. Të drejtën normalisht java parë për ne ishte tepër e vështirë, pasi ne jena një skuadër e cila jena konsolidu momentet e fundit. Dihet Vllaznia është një skuadër e cila merr pjesë edhe në Champions League dhe nivelet në alta ku do të rrisë suksese e cila përfaqëson futbollin shqiptar në ndeshjen me Interin, shpresoj që të ketë një rezultat mirë. Për te kësaj një diçka pozitive ishte edhe për ne që në këtë vit jena rikthyer me emrin tonë Atletik Klub Shkodra me emrin e shoqatës. Normalisht është disnivel i madh të lush me ekipin e Vllaznisë ku ka lojtarë tepër cilësore, ku pjesa më e madhe janë lojtarët e ekipit kombëtar të Shqipërisë. Them drejtën, për te rezultat jam shumë i kënaqur me vajzat, me atë që dhanë fushën e lojës, ku ne arritëm shënonin edhe një gol. Normalisht do bëjmë më mirë në javën vazhdim për të marrë rezultat të mira dhe për të rindisur sa më mirë në tabelën e klasifikimit.